Tani, nëse të kujtohet, mëson nga vetja 100.000 euro dëm. Mëson nga miqt 40.000 euro dëm. Edhe 4 vjet për të ditur çfarë. Atë që nuk di. Vendimi është i yti. Tani, në jetë dhe në biznes, ti ke 4 mënyra se si ti mund ta luash lojën e jetës. E para, refuzon të luash. Justifikosh. Ekonomia është në rënje tani. Biznesi im kaq e ka limitin, nuk mund të ecë dot më tepër, industria ime është kaq, nuk mund të toleroj dot më. Konkurenca kaq të lejon. Nuk funksionon tek biznesi im. E çfarë bën ti? Të gjitha këto janë justifikime dhe ti po luan lojë, ti s'po e kupton, po ti po luan lojën, ti nuk po luan lojën, ti po refuzon luash. Po e heq fuqinë nga vetja dhe po e çon tek tjerët. E po thu kaq është, kaq mundsi ka. Mënyra e dytë është që ti bën sikur luan. Ti fiton aq pak sa nuk ja vlen fare të quhesh pronar biznesi me të punësuar, të marrësh njerëz të fusësh në punë. Pse? Se fitimi jot është shumë i vogël. Mirë po kujdes, kur fitimi jot është shumë i vogël, imagjino atë tjetri që do vit punoj me ty, edhe karrierën që ai pret të rritet me ty, edhe zhvillimin e ty. Është gabim, ti po bën sikur po luan, nuk po luan. Mënyra e tretë është që ti luan për të mos humbur. Fokusi yt është frika. Inshallah s'po humb. Kujdes tash, do të jemi kujdesshëm se mos humb, kujdes. Ti po luan në safe mode. Kujdes, mos humb. Në mënyra e katërt, ashtu siç Messi luan, ti luan për të fituar. Loja për të fituar kërkon patjetër një mentor. Nëse do të mësosh Taekwondo, merr një sifu. Nëse dëshiron të mësosh kërcimin i një valci profesionist, merr një koreograf. Ama, nëse do të çosh biznesin tënd dhe jetën tënde në next level, atëherë merr një mentor biznesi. Çdo biznes në botë ka edhe diçka tjetër, mundem Renela? Okej, edhe diçka tjetër. Dua të sqaroj diçka në lidhje me biznesin. Tani, çdo biznes në botë ka një produkt, një shërbim që e shet në këmbim të një që ne e quajmë fitim. Okej? Nëse ti do të çosh biznesin tënd në next level, je këtu, do të shkosh këtu, do të shkosh në next level, kjo çfarë kuptimi ka kjo për ty? Ku do të rritesh? Si do të rritesh? Tashi, për ta kuptuar këtë, analizo së pari ku je bllokuar. Çfarë të pengon të shkosh në next level? Tashi ti mbase po thu, asnjë gjë s'më pengon. I kam të rrezit gjitha në rregull kam. Atëherë, nëse nuk po të pengon asgjë për të shkuar në next level, pse nuk e ke arritur? Pse s'e ke bërë këtë? Bamën diçka. Për çdo gjë që ti nuk ke arritur, ka diçka që të pengon. Se ndryshe do ta kishe arritur tashmë. Do e kishe kaluar biznesin tënd në next level apo jetën tënde në next level. Pra është diçka që ti nuk po e kupton. Nëse ti shumicën e kohës e kalon tek produkti, shërbimi këtu, ti je i mbyllur këtu totalisht, s'kam kohë, s'kam kohë. Shumë pronar biznesi janë të bllokuar te ky katrori këtu. Shumë pronar biznesi e kanë mendjen gjatë gjithë kohës se si ti shërbej klientit, si të përmbush ato pritshmëritë e klientit. Janë të bllokuar këtu dhe nuk e ngren kokën për ta parë biznesin nga lart sepse janë plot me punë, janë full me punë. Dhe nuk kanë kohë, janë të bllokuar këtu. Ti i thua, hajde tek trajnimi i biznesit, hajde trajnimi i biznesit të mësosh se si të zgjerosh biznesin, edhe i thua, ku kam kohë valla, kam kohë, jam full, s'kam kohë. Pse? Sepse janë të bllokuar te ky katrori këtu. Ose ti mund të jesh i bllokuar te ky katrori i mesit. Pra, ti po bën biznes shumë, je kështu si artist, artist. Po bën biznes artistash. Dhe nuk di të lexosh gjuhën e biznesit. Nuk di se çfarë janë raportet financiare, cila është gjuha e biznesit edhe si flet biznesi. Apo mund të jesh bllokuar këtu tek shitjet. Ti je sekreti më i madh në botë. Asnjëri nuk e di që ti ekziston. Askush nuk kërkon të bëj biznes me ty, askush nuk ka interes për produktin tënd apo për shërbimin tënd, ose ti ke aq shumë kërkesa, pra gjithë duan të bëjnë biznes me ty, aq shumë kontaktimi, aq shumë të marrin telefon, aq shumë
por ti nuk di ti konvertosh në shitje fitimprurse, në shitje high-ticket, në shitje që t'ja vlej biznesi. Ti mund të kesh probleme tek stafi që nuk po mbyll, ose tek sistemet që nuk i ke të sakta. Pra, ta sqaroj edhe një herë mirë këtë shitje. Tek shitja ti mund të kesh dy probleme madhore. E para, ti mund të jesh sekreti më i madh në botë. Askush nuk e di që ti ekziston. Nuk ke fare kërkesa, nuk ke fare njerëz që thon kam interes për produktin tënd. Ose e dyta është që ti nuk po konverton sipas interesave të biznesit tënd, pra shitje high ticket, shitje me marrë fitimi në mënyrë që ti të bësh atë biznesin tënd. Tani këtë hartën që ke këtu, analizoje vetë dhe shiko se çfarë mund të riparosh vetë. Shive çfarë mund të riparosh vetë. Ose mund të riparosh me miqt, shive çfarë mund të të ndihmojnë miqt, ose kërkoj një takim me një person i cili është i specializuar për këtë punë, i cili është i certifikuar për këtë punë. Dhe për ta mbyllur, unë mendoj që rritja është zgjedhje. Në fund të ditës suksesi nuk i takon më të mirëve. No, por atyre që guxuan të bëhen më shumë se ç'ishin dje. Nëse sot u hap një dritare e vogël, mos e mbyll. Nëse u hap një dritare e vogël tek vetja jote, mos e mbyll, sepse rritja është zgjedhje. Dhe kjo zgjedhje fillon pikërisht tani.